Fshati Ngjeqar në bashkinë Roskovec vijon të përballet me mungesën e ujit të pishëm, pasi ende nuk ka rrjet funksional ujësjellsi. Përballë kësaj situate, banorët janë detyruar të gjejnë zgjidhje vet, duke hapur puse me thellësi që arrin nga 120 deri në 150 metra dhe u ka kushtuar nga 8 deri 10 milion lek të vjetra për familje. Po sipas tyre, një pjesë e mirë e banorëve që nuk kanë të ardhura ekonomike kanë shtruar tubacione plastike deri 2.5 kilometër largësi. Poshtina e verës sërish i gjen pa ujë për shkak të thatësirës. Në behar një herë është fare, vjen në fundi qershorit ngelen pa ujë. Banorët e kanë marrë ujin me zora nga burime? Po, me zora. Ja tek pylli atje, është 2 kilometra gjysmë ajo që ka marrë zori i shketi, ka vatur 800.000 lekë zor. Çpohet gjatë rrugës, këto kafshë e egra, edhe ngelen pa ujë pastaj prap. Ngelin korrijet ai. Fillim nuk ka pasi bi, bashin ujë me goma. Në vërtet me goma. Hele pa çunim, se nuk ekzistojnë, se ashtu është puna. Edhe me goma ka bajtur. A në shpun puse njezi, shpoj dhëndrit, aty unë marru. Pra vetëm kështu e keni zgjidhur? Ke dhëndri, po, kështu ujë direkt nga qeveria s'kemi. Ja. Nuk ka ujë të pishëm, vetëm kanë çpur banorët vetë me forcat e tyre. Edhe unë, si gjithë të tjerë, kam çpur puzin, para 10 vjetë më ka vajtur 7 milion lek, ai puz që kam berë. Punova në emigrim, arrita bera lek, bera puzin. Ja, pa ujë, që s'kanë të tjetë, njerëzit për shembull. Kush ka që ka shu berë vetë me ato tjetë. Unë jam 73 vjeç, ka pasur ujë para 30 vjetë, edhe këtu ku jam unë hise ujë. S'ka me ikën shtëruan gjithë. Banorët thonë se kanë kërkuar vazhdimisht ndërhyrje nga bashkia për sigurimin e ujit të pishëm, por sipas tyre gjithçka ka mbetur vetëm në premtime, teksa theksojnë se mungesa e ujit ka larguar banorët nga rreth 450 familje që kishte dikur fshati, sot në çdo lagje kanë mbetur vetëm 20 deri në 30 familje. Na kanë premtuar do vi ujit, shikojmë, inshallah na i sillin. Ngjeqari është i vetmi fshat në bashkinë e Roskovecit që nuk ka patur asnjëherë rrjet ujësjellsi, dhe sipas banorëve ndërtimin e tij e vështirëson shtrirja në një territor të gjerë të banesave.